Shikues nderuar televizorë shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin Malësi e Madhe Pollem Thesar. Vlerat e kësaj treve janë të shumta, të shumëllojshme nga gjitha fushat dhe një nga ato fushat që ka qenë pak jo e zakonshme në Malësi, do të jetë sot pra fusha e arkitekturës dhe kemi të ftuar një arkitekt i cili është shkolluar në Tiranë dhe aktualisht jeton në Tuzë në aktivitetin Gizon e Podgoricës, Anton Vulaj, një personalitet në fushën e arkitekturës, pasi është edhe autor i punimit të projektit të kishës së Kakarikit, e cila është në prag të ndërtimit të saj, një projekt i mbaruar me të gjitha elementet e saj dhe gjatë bisedës ne do të kemi mundësi të flasim edhe për kishën. Është një vlerë e Malësisë, një gur xhevahiri i këtij thesari. Mirë se ka ardhur zoti Vulaj, është kënaqësi që ju kam në bisedë, edhe është vërtet një fushë që juve keni zgjedhur, jeni shkolluar e veçantë. Faleminderit. Spari, shumë faleminderit për ftesën. Mendoj që diaspora jon duhet të jetë shumë falënderues ndaj këtij televizioni, sepse siç e kuptoj unë është një dritare shumë domethënëse për krejt diasporën tonë malësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për konsideratën, pak informacion. Cilët janë të parë tuaj, ku jeni shkolluar deri në ditën e sotme që juve keni këtë funksion, pra si arkitekt në Tuzë? Unë shkollën e mesme kam përfunduar në Tuzë, pastaj kam studiuar në Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës. Këtu kam mbaruar 5 vjeçarin e duhur dhe për të qenë master në arkitekturë. Pasi që kam përfunduar shkollën në Tiranë, jam kthyer në Maltezi. Në fillim kam filluar në disa firma që kam punuar, si ushtrues i detyrës si arkitekt dhe më vonë pastaj gjatë zbatimit disa punimeve vendosa që të hap firmën time dhe kështu sot kam firmë projektimi dhe zbatimit punimeve që bëjmë në Maltezi dhe jo vetëm. Si quhet firma? Firma ime quhet Ava Project, Ava Project. Ava Project. Po janë në jetën kohë po i shikojmë edhe regjia ka mundësi të verë informacione se në fakt neve kemi shumë persona nga diaspora që ndërtojnë aty, investojnë në Malësi, po dhe vetë malësorët investojnë dhe kështu që të kesh informacione me një arkitekt në periudhën ndërtimit është një lehtësi, edhe ata po i marrin informacionet. Do më thuash pak, të lutem, çfarë përshtypje ke gjatë shkollimit tuaj në Tiranë? Çfarë ke marrë për Tiranën? Më pëlqen shumë kjo pyetje sepse shumë njerëz më pyesin, në fakt që të kthehemi pak mrapa, si nxënës i gjeneratës në shkollën e mesme 25 Maj në Tuzë, kam pasur mundësi që, me qenë se e dini që Tuzi ka bërë një binjakizim me Rochester Hills, kam qenë i përzgjedhur si ushtrues, si student, normalisht me bursë falas, në Amerikë. Dhe unë kisha vendosur në kokën time që doja vetëm Tiranën. Kështu që, kam studiuar në Tiranë, kam përfunduar shkollën, por në Tiranë kam mësuar edhe shumë gjëra tjera, sepse Tirana sa do pak është edhe, po themi kështu, qendra e kulturës shqiptare, aty, për momentin, jo vetëm se do mësosh ato çfarë duhet, do shkollohesh, por do mësosh edhe, stilin e sjelljes dhe normalisht kemi edhe stile arkitektonike të ndryshme kohët e fundit në Tiranë, kështu që Tirana për mua do të jetë gjithmonë si pikë kulminante për një nga pikët kulminante të jetës time. Dhe kam kaluar pjesën më të bukur të jetës, pjesën e studimeve. Në çfarë niveli është arsimi profesional juaj në krahasim me shtetet e tjera të Ballkanit? Po, për të thënë të vërtetën, 90%
apo të jemi saktë 85-90% profesorëve janë me diploma nga Chicago, që është një nga shkollat më të famshme në botë për arkitekturën, nga La Sapienza në Rom, nga Politecnico në Milano, do me thënë profesorët tonë kanë qenë shumë të mirë, dhe gjithashtu ata janë, një pjesë e profesorëve janë edhe ushtrues detyrës, jo vetëm në Shqipëri, po dhe jashtë, kështu që Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, pastaj gjithashtu kam dëgjuar edhe mjekësia, pastaj është edhe Universiteti i Bujqësisë në Kamës, që janë 3 apo 4 fakultete shumë të famshme dhe me një renome, do me thënë, të plotshëm në këtë hapësirën ballkanike. Para se të hyjmë në fushën e arkitekturës, ca pyetje merak që kanë njerëzit, edhe unë vetë, a bëni pjesë me ndonjë parti ose me ndonjë formacion qoftë dhe qytetar në Tuzë ose në Merrethinat? Do me thënë, kjo është një pyetje gjithashtu e bukur. Unë nuk i përkas në një partie politike kështu në letër të themi, por normalisht që jam përkrahës i koalicionit shqiptar dhe mendoj që po bëjnë një punë të mirë. Nga koha që është fituar komuna e Tuzit nga 2019 edhe deri sot, a ka luajtur një rol pozitiv në ekonomi edhe në fushën tuaj? Pra, vetë administrimi që bëhet nga shqiptarët e komunës Tuzit, a ka sjellë një të mirë në biznesin tuaj? Po, do me thënë, po flishim pak më parë para misionit, do me thënë, në 10 vjeçarin e fundit, do me thënë, po të bësh një llogaritje, kam frikë se nuk është bërë në 10 vjeçarin e fundit total, nuk është bërë as 1 milion euro, nuk ishte bërë para se të vinte koalicioni, investimin në komunën e Tuzit. Kurse këto 4 plus 1 vjet, tani bie këto 5 vitet e fundit, mendoj që janë bo diku te 20 ose 30 milion euro investim, kështu që edhe në të ardhmen, siç e shihni edhe vetë, ka investime të shumta, kështu që shpresojmë që kështu do vazhdohet dhe s'do kthehemi më mrapa siç ishim dikur. Kjo është shpresa jonë. Jo vetëm shpresë, por do të jetë realitet 100%. Shpresojmë, kjo është shpresa. Arkitektët janë njerëz të veçantë, janë të rëndësishëm në shoqëri, jo nga pikpamja personale, po nga profesioni. Pastaj nëse je dhe personi mirë, ato janë gjithmonë pozitive. Pa nga këndvështrimi juaj, si ruhet arkitektura e vjetër dhe si është aktualisht arkitektura për momentin në tërë zonën e Malësisë, me qendrën Tuzë? Po. Në Malësi, kohën e fundit punohet shumë, do me thënë, arkitekti është, do me thënë, shumë i përdorshëm kohën e fundit në Malësi. Po thuaj se gjitha shtëpiat e reja punohen me projekte. Është interesante se edhe populli malësor ka evoluar për mirë, sepse, për shembull, para shumë vjetëve, po t'i kishte thënë dikuj që do vi koha që çdo gjë do punohet me projekt, ndoshta do t'i dukej pak interesante. Kurse tani, shumë herë kur bëj projekte të ndryshme në Malësi ose me gjerë, do me thënë, normalisht dëshira e arkitektit është që pak, edhe nëse renovohet një shtëpi totale, që të ruhet ajo themeli i shtëpisë, ose një cep shtëpi, ose kolonat e shtëpisë, shtyllat e shtëpisë. Kështu që kohët e fundit, t'jem realist, po thuaj se gjithë klientët gjithmonë kanë qejf ta ruajnë atë oxhakun e shtëpisë të vjetër siç e kemi ne shqiptarët, ose pjesën ballore nëse është një pjesë ballore me gur, ato harqet e tjera, po kryesor janë përgjithësi, domethënë ruhet identiteti i shtëpisë, normalisht duke ruajtur identitetin, edhe rinovimi del më i bukur dhe më interesant. Cili stil ndërtimi arkitektonik aktualisht është më i zhvilluar ose është më i pëlqyer në këtë periudhë në Tuzë? Shiko, domethënë më shumti, momentalisht jemi realist, investimet bëhen nga diaspora jonë, që ndërtojnë shtëpi të ndryshme dhe kuptohet që shumica e tyre kanë dëshirë që këtë stilin e shtëpive në Amerikë ta sillin edhe tek ne, domethënë është stili mediteran, kontemporan, stili modern, dhe më shumti është ky Mediterranean style, domethënë stili mediteran që aplikohet domethënë në Malësi tek nëse punon këto vilat, ose pastaj kemi disa ndërtesa tjera që janë
stilet kontemporane tjera të ndryshme, normalisht sipas dëshirës klientëve. Arkitekt, do më falesh, do të kalojmë në publicitet. Shikues nderuar, takojmë pas pak.